Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miqtë mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht një letër në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë një letër që më besoni është shumë e dhimbshme. Një letër që kalon përtej normalitetit. Do të flasim për një vajzë e cila ka përjetuar një ndarje, do me thënë ka përjetuar një divorc, por familja e saj janë të ndikushëm shumë nga mentaliteti dhe po kalojnë një tmerr të papara. Unë letrën e kam në dorë dhe po mundohem që ta lexoj për ju. Përshëndetje Tiranë, të falenderoj shumë për këtë rubrikë të bukur që ke bërë, dedikuar historive tona, atyre fjalëve që ne nuk i themi dot, atyre ndjenjave që ne i mbajmë në shpirt, dhe ndoshta çdo ditë e çdo natë, po sidomos kur vjen nata, ato janë një ndikim i lartë në mendimet tona, qoftë negative apo pozitive. Jam një vajzë që jam rritur në një familje me një mentalitet shumë të rëndë. Thashe themet, fjalët e qytetit, kanë qenë gjithmonë shtyllë kryesore në rrugtimin tonë. Nuk do të studiosh, sepse lagja flet, nuk do të rish dot e vetë me atje, sepse njerëzit flasin. Ka qenë një ndikim i jashtëzakonshëm tek babai im, i cili të gjitha gjërat i bënte për vete, po kur vinte puna që ne të bëjmë lëvizjet tona, ndryshonte gjithçka. Më martuan shumë të re. Nëse sot them se kush më ka shkatruar jetën, me patjetër që jetën ma kanë shkatruar prindërit e mi. Më martuan në moshë shumë të re. Kur them shumë të re, shumë vite herët. Nuk dija të jetoj në një familje tjetër. Familja tjetër është krejtësisht një ambientim, Ti duhet ikësh në një shtëpi, të fillosh të ambientohesh në atë shtëpi dhe më në fund do me thënë duhet të jetosh njëjtë si ato. Nuk dija se çfarë të bëja. Nuk dija se si ta kaloja. Jeta ishte shumë e rëndë, shumë e vështirë për mua. Dytët ishin të ashpra, vjera ishte e keqe, dhe mua në thelb më maltretonin shumë. Gjithmonë duheshte të heshtja, se po të flisja, do t'i prishja punë babait me mikun. Nëna ime i dinte këto gjërat, si çdo vajzë që hapet me nënën, edhe unë hapesha me nënën time. Mundohesha që ti tregoj që mami, kam një jetë shumë të vështirë. Çfarë do të ndodh me fatin tim? Por askush nuk më merrte në dorë derisa kur unë vajta 24 vjeç, vendosa që të ik nga ajo familje. Nga ajo familje që po më shkatronte psikologjikisht, por edhe nga ajo familje që po më diqte shpirtërisht. U largova me zemrën e thyer. U drejtova drejt shtëpisë, e mbaj mend si sot, babi ka qenë i ulur në korridor. U çua në këmbë, mendoj se unë kam ikur thjesht për t'i takuar. Po kur më pa me valixhen dorë, diçka ndryshoi. Ula në divanin përballë tij dhe ja tregova hallin. Për herë të parë më ka dëgjuar në jetë. Më dëgjonte. Edhe i thash unë kam nevojë për ndihmë.
nuk mundem të jetoj atje. Edhe përgjigja e tij e dini cila ishte? Nëna jote ka jetuar më keq se ti, por gjithmonë ka respektuar dinjitetin familjar. Kështu që merr këtë valixhe që ke ardhur edhe shporu prej këtu. Ka qenë kjo fjala që babi ma tha për herë të fundit, që unë e vetme dola në qiell të hapur dhe mund t'i them vetes një vajzë e vetme në mes të botës. Nuk dija se nga të shkoj, nuk dija se ku të mbytem. Kërkoja punë, nuk gjeja dot dhe pas 3 ditësh rrugëve, mora autobusin e parë dhe ika, sepse nuk më pranonte dot as daja as xhaxhai, kishin presionin e babit. Është ime bi, nuk është vajza juaj. Ika në një vend ku jam edhe sot. Sa e vështirë ishte për mua të jetoj në këtë formë. Sot punoj në një jetë nate. E kisha me patjetër, paragjykojmë shumë. Po e kisha me patjetër sepse askush nuk ka hecur në këpucët e mia për të arritur këtu ku jam. Fillova, punova, i dhash energji vetes. Dhe sot i kam të gjitha të mirat. Por nuk e kam familjen. Nuk e kam babain, nuk e kam nënën. Kam pas njerëz nga qyteti im që më kanë parë në këtë vend ku jam dhe kanë filluar më njëherë me thashë themet. Unë dua t'i them Timati që të lutem bab. Kujdes, më pranon në shtëpinë tënde. Nuk është e bukur që të më maltretosh kështu. Sido që t'jetë realiteti për ty në fund të ditës, unë jam fëmia jote, unë jam bia jote, unë jam vajza jote. Andaj, më mundëso që të jem sa më pranë teje, më mundëso që të jem sa më e lumtur me ty. Unë uroj me zemër që babai këtë fjalë të dëgjon dhe ta kupton se vajza e lokalit i shkruan me shumë dashuri, e do pa fund dhe e ka gjën më të çmuar në jetë. Babi, je forca ime e pamposhtur. Në fakt, kjo është letra që kjo vajzë ka shkruar për babain e saj, që në të vërtetë është goxha e dhimbshme dhe sinqerisht të bën që të reflektosh.